Forza! Ali në horizont! Zoti Morgan, shkoni në breg dhe thuajini se pirati i kuq u varros me nder në ujërat e Gjirit, dhe se unë jam i gjallë dhe i vendosur për të kërkuar hakmarrje. Po ashtu dua të dërgosh dikë të informoj Pierin se do ta thrasë në mbrëmje. Zonja ime, mund të shkoni në breg kur do që të dëshironi. Unë jam e burgosura juaj dhe duhet të bindem urdhrave tuaj. Gaboni, zonjë, ju nuk jeni më e burgosura ime. Por shpërblimi nuk se ka paguar askush. Është plotësisht e kundërta, zonja ime. I gjithë ari ndodhet në budrumet e anijes. Por si mund të jetë e mundur kjo? Kush e di që unë jam këtu? Askush. Vetëm unë. Nuk ju pëlqen kjo, zonja ime? Jo, zotre. Është thjesht një shenjë tjetër e bujarisë të madhe. Pse? Ju nuk jeni më e detyruar të vuani nga mirëpritja ime. Por kam besim se pasi ju të largoheni, zemra juaj nuk do më kujtoj më si armik. A e njihni guvernatorin e Maracajbos? Oh, po. Uzbet, zonja ime. Çfarë ju shqetëson? Përse po ma bëni këtë pyetje, zotri? Kapiten, miku ymë po ju pret në shtëpinë e tij. Ai thotë se ka lajme urgjente për ju. A të tha se çfarë ka zbuluar? Duket se gjatë mungesës suaj ai ka bërë gjithçka që i keni kërkuar dhe tani çdo gjë është në rregull. Mirë, dita hakmarrjes së shpranë. Zonja ime, do t'ishte një nder i madh për mua nëse do t'jepni hir me praninë tuaj shtëpisime në breg. Leila, Mokoja, Kornel dhe Stiller do t'ju shoqërojnë dhe do të kujdesen për ju. Kapiteni puna zbret në breg për të bërë qef. Unë personalisht do t'ju tregoj ishullit. Dhe sa po të prekim tokën, do të sigurohem që ju të argëtojni si pas stilit të piratëve. Ju bisha mund të endeni për tortuga për qef. Ktheuni në anije. Mos u mofshim të gjithë peshkaqenët e Karaibeve nëse do të kisha menduar të takoja në portën time. Ha? Qenë ke ti, Pierre. Piero Fomoloni, armiku i betuar i qenëve spanjoll.
Ti je I vetmi që vjen në shtëpinë time që nga ana e pyllët miku im. Në vend që të kalosh në për rrugët e bukura të Tortugës. Por, pavarësisht gjithçkaje, është kënaqësi të takoj. E kam pritur me ankth kthimin tënd. Eja, kemi shumë për të folur së bashku. Mbase e ke marrë vesh që kam testuar mbrojtjen e Maracaibo's. Pas ke qenë ti, mendova se ishte ndonjë nga tokerët e tu, por një ditë mund ta paguash shtrembëtimin tënd, ashtu si vëlla ytim sot. Mbaje gojen, Pierre. Së shpejti do ta kmerresh për vdekjen e tij. Ke vendosur të më ndihmosh? Këta nuk e kam vënë kurrë në dyshimin sot. Unë kam punuar për ty që herën e fundit që u takuam dhe tani çdo gjë është gati. Mirë. Sa ani e ke? Bëhen 8 duke përfshirë edhe tuajën. Por ashtu kemi edhe 600 burra. 200 do t'jenë në komandën tënde, 200 në komandën time dhe pjesa tjetër do të udhëhiqet nga Michel de Bas. Do të jap 2000 piastra për të mbuluar kostot e tua. Duhet të jap më shumë, por sapo kam paguar një shpërblim të madh. Një shpërblim? Por çfarë ke bërë këtë? Ekuipazhi im e meritonte. Ti ke paguar spanjollët? Jo, një dukesh flamande. Hë? Por armiku yt është flamand, apo nuk është? Çfarë po mendon? Mendoj se dukesha jote mund të ketë lidhje me Van Guldin. Rregull, ja ku jemi. Po ta kush janë? Piratët. Tocantalo! Na sjell ushqim dhe verë. Po, zotri. Për hir të të gjithë piratëve, si nuk më shkoi në mendje më parë. Ti ke rënë në dashuri me të burgosurën tënde. Mos ma kujto më, Pierre. Po të toptoron, por të qenit të dashuruar pasi gruaja nuk ka asgjë për të cilën një pirati duhet i fitojë. Jo, por kam një parandjenjë se dukesha ime e dlirë s'do të më sjell tjetër veç se të lashe. Atëherë përse nuk e braktis në fatin e saj, më zot? Jo, jam zhytur shumë thellë. Më në fund një zonjë ka vjedhur zemrën e lordit të Ventimiglis. Një dolli për shëndetin tënd dhe për të sajën po ashtu. Shëndet. Dhe që këtu ti ngordalaq, po presim për të barrumin tonë këtu. Sille me një herë. Ma të gjove apo jo? Po shoti papagall. Në sill me një shishe tjetër. Busheni veten me kurajo holandeze, miqtë mi. Anija e piratëve është kthyer sërish në port dhe pa shikoni se kush ka dalë në breg. Një tjetër pirat I frikshëm që na ka futur frikën për një kohë të gjatë. Goditja e tij ishte vdekje prurse. Dy shishe nga pijet më të mira dhe 3 filçan. Dëshironi të tjetër? Ti deri pa këdhëndu, duhet të kërkosh ndjes për idiotësitë tua. Si është puna, nuk shikon mirë? Shiko ma afër budalla, ne jemi 6 veta. Oh, më dëgjo këtu ti, papagall. Ne nuk I shërbej majmunëve dhe iguanave. Nësul!
Ku është objekti dëshirës tënde pikërisht në këtë çastin, zot? Në shtëpinë time, në Tortuga. Nëse në shtëpinë tënde është ajo, ku do të flesh ti, në tokë? Po shpresoja në mikpritjen tënde. Është nder për mua të të kem si të ftuarin tim. Dhe pas ku do të hajt dark me ne mund të rregullojmë detajet e fundit të planit dhe do të jemi gati për të lëvizur nesër. Më në fund guvernatori do të paguaj për atë që bëri. Nesër sa po tagoj do të vuloset fati i tij. Po largohesh kështu? Kam disa çështje të rëndësishme për të përfunduar. Do të kthehem sot në mbrëmje vonë. Dhe poshtë bie me fytyrë të qeshur. S'ka gjë më të mirë se një pje. Jo, ti prianec, të pim së bashku. Të pim për kapitenin ton që do të nise tani për lundrim. Për piratin e zi. Për piratin e zi. Për piratin e zi. Ky është bandi më i mirë në të gjithë Tortugën. Ne po argëtohemi shumë. Por tani na thret detyra të kthehemi në bordin e anijes për të parë nëse ka nevojë për ne. I ka të drejtë. Dhe tani për para vazhdojmë la 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 la. Ku janë Kornel dhe Moko, Stiller? Ata u kthyen në bord, zotri, për të parë nëse kishte ndonjë urdhër për ta. E ku është Dukesha? Ajo është në kopësht dhe po pret me shoqërueset e saj. Çfarë po bën aty? Po përgatit tryezën e darkës për ju. Ajo ishte e sigurt se do të ktheheshit për të darkuar me të. Në fakt kam një angazhim tjetër. Më vjen keq, zotri, por zonja është shumë shoqëruese, më e mirë se çdo pirat nëse më pyesni mua. Është me të vërtet një kopsht i mrekullueshëm. Edhe tryeza. Tani duhet që të rivetë, mund të largoheni. Isha duke ju pritur, zotri. A mund të darkoj me ju, zoj? Po, sigurisht që po. Kam ish deri të pjekur, sallat me perime jeshile dhe peshk të përgatitur vetëm për ju. I mbikëqyra personalisht të gjitha gatimet. Ky është një nder i madh. E po gratë flamande janë mësuar që t'i përgatisin vetë ushqimet me duart e tyre. Nuk mendoj se shpreha ndonjëherë dëshirën për të darkuar me ju këtë mbrëmje, zonja ime. Është e vërtet, por ndonjëherë intuita e një gruaje e lejon që të kuptojë se cilat janë qëllimet e vërteta të një burri. Nga tjetër këtë.
Në fakt kisha një angazhim tjetër këtë mbrëmje, zonja ime me disa miqtë e mi, por ata do të largohen pa mua, sepse unë nuk do ta humbas kënaqësinë e të kaluarit të mbrëmje me juve. Sidomos pasi unë kam një parandjenjë se kjo do jetë hera e fundit që ne e shohim njëri tjetrin. Përse e thatë atë, zotri? Do të niseni sërish për lundrin? Jemi marrë. Për atë Ne jemi marrë, Marta. Ne jemi marrë. Çfarë bën ti më? Gati për lundreba. A ka ndonjë gjë që dëshironi të më thoni përpara se ju të largoheni? Doja të dija nëse gjatë mungesës sime keni ndërmend të largoheni nga ishulli, zonja ime. Edhe nëse unë largohem? Zemra ime do të mbushet me dhimbje nëse nuk ju gjej këtu kur të kthehem. Përse, zotri? Nuk e kam pyetur veten për këtë, por e di se do të jem shumë i lumtur nëse kaloj një tjetër mbrëmje me ju, duke darkuar në freskinë e kopshtit tim pasi ka perënduar dielli. A do të më prisni, zonjë? Unë do të bëj më shumë se kaq. Unë do të lundroj në bordin e anijes suaj bashkë me ju. Kjo asgjë diskutohet. Asnjë pirat nuk mund të marrë një grua në një ekspeditë sulmi. Përveç kësaj, kam frikë nga prania juaj në anijen time, zonja ime. Kjo më mbush me një frikë që unë nuk e përcaktoj dot. Tani më duhet largohem për të planifikuar. Ndjej një dhimbje të ëmbël. Nëse fati e do që të mbytem me anijen time apo nëse do të vdes nga shpata, ju lutem të mbani gjallë kujtimin tim. Falni, kapiten, nuk ju pam që po vinit. Ne kishim dalë të finim dhe të argëtojshëm, kapiten. Nëse më pyesni mua, ju nuk dua ta kishit bërë këtë. Shpresoj të jeni ndihmë për ekuipazhin tim dhe të jepni më të mirë në vetes tuaj. Ne nuk i braktisim njerëzit tanë, kapiten. Ju dua esëll dhe gati për lundrim në anije nesër në agim. Flota do të dalë në det sapo të agoj. Pres që ju të gjithë të bëni detyrat tuaja. Çdo që do jetë si duhet, kapiten. Se urdhëron zotëri. Paçi fat. Pat, e mahnitshme, pat atë, për pak i doli një buzëqesh. Po thuaj se ai na qortoi për këtë që bëm. Tani duhet të jemi esëll.